Edhe Kastravecit bën për të qeshur. Djemt Vezullues u ngjit me sukses në premierën e saj mbrëmjen e të premtes në Teatrin Petro Marko. Me regji të Roland Mingës, në interpretimin e Astrid Hasanit, Artani Islamit, Alba Shtrëmbarit si dhe Matilda Avduli. Pa diskutim vlerën në këtë sukses, ka edhe skenografia e Drini Sheut për funksionalitetin, si dhe gjetjen artistike, e po ashtu edhe muzika e Artur Dhamos. Dy personazhe fantastik, dy pleq kararsës, inatçor, por të lezetshëm. Një Artani Islami transformuar artistikisht në mosh, në plastik e në vokal, në një nga rolet më të bukur të tij, të mbështetur profesionalisht edhe nga partneret Alba Shtrëmbari dhe Matilda Avduli me rolet e tyre, duke dhuruar së bashku një shfaqje të bukur. Dy miq që kanë lidhur jetën me teatrin, dy miq që e kanë konsoliduar jetën artistike dhe kudhrën e skenës. E nëse flet për njërin, ke nënkuptuar tjetrin. Pas 11 vitesh që nuk flasin, ringjiten përsëri në atë vend që u ka dhënë shkëlqimin. Një grindje të vjetër ka ardhur koha të zgjidhet, dhe zgjidhja vjen pikërisht aty ku edhe u pezullua, në skenë. Dilema se a duhet të menjanohen apo jo, nëpërmjet përpëlitjes së pleqërisë edhe mosdorëzimit. Kukurec, edhe kukurec, po. Kriç. Kriç, po, vici jo, se vici nuk bën për qeshur. Jemi takuar bashk, dikur në një teatr, po bën ja 15 apo 20 vite. Po, diçka më kujtohet, më duket se jemi takuar në mbrapa skenës një teatri, Ta dreke do haja, jo më jeni 1 kilo çokoladë. Jeta njerëzore është plot me natyra dhe karaktere të tilla. Karaktere që kur vihen përballë në këtë moshë, bëhen sa serioz aq edhe komik. Aktorët shprehen me mjaft emocione. Çelja e sezonit po e quajmë për këtë vit ishte me këtë komedi, Djemt Vezullues, regjia e Roland Mingës, dhe të ftuar kemi patur edhe aktorin e Firit Astrid Hasani. Ishte një komedi, domethënë amerikane shumë e vështirë, por njëkohësisht edhe shumë e bukur. Jemi munduar që të bëjmë punën më të mirë, të mundshme. Dhe them që ja kemi arritur qëllimin se pam dhe reagimin e spektatorit sot që ishte premiera. Në fakt, komedia do spektatorin që të kuptohet. Neve deri në momentin e fundit e kemi patur atë frikën, sa kemi bërë prova vetëm me njëri tjetrin, edhe sot kanë reaguar shumë mirë dhe ishte surprizë shumë e bukur, ka patur të qeshura, ka patur emocion besoj, kështu që shpresojmë të vinë edhe në ditët të vazhdim njerëzit, ta ndjekin sepse është vërtet një vepër shumë e mirë dhe që përcjell vlera dhe emocione të mëdha. Shfaqja, nuk e di, publiku e vlerësoi edhe më duk sikur e vlerësoi goxha mirë. Në radhë parë uroj gjithë stafin, sigurisht regjizorin parin, Roland Mingën, që bëri një punë vetë mohuese, sepse si vepër nuk ishte fare thjesht kështu, po themi një komedi legjere, po jo, kishte goxha punë për të bërë, personazhet ishin çik për të skalitur dhe Landi së bashku me ne u mundua që të skaliste në mënyrën më perfekte që mund të ishte. Gjithmonë perfekcion nuk ka, por gjithsesi ne bëm punë të mirë. Unë sigurisht prisja reagime të mira nga publiku i Vlorës, siç kemi pas dhe vjetë, dhe publiku i Vlorës e ruan atë statu quo-n, gjithmonë reagon në mënyrë të kryevepër. Shpresojmë që edhe në ditët e ardhshme pasaj, edhe publiciteti që ju bënin me lajmet jepni, të bëj punën e vet. Edhe njëherë duhet të uroj të gjithë stafin, të gjithë kolegët që nga Artani, që nga Albana, që nga Matilda. Bilet duhet të thosh edhe të fundit fare që nuk e them për të bërë qefin, por Teatri i Vlorës funksionon në mënyrën më perfekte që mund të ekzistojë. Edhe nuk e kam elozh për Sokolin, i cili është një djalë korrekt, edhe ka një staf të mrekullueshëm prapa vije, që janë pronto për gjitha gjë që nuk ekziston në teatrat e tjera. Po përmend dhe teatrin tim të Fierit, që për mendimin tim deri tani është në stadin e vdekjes të shokut, ndërsa këtu në Vlorë është ndryshe. Një shfaqje ku regjia plot elegancë e Roland Mingës zbërthen deri në detaje karakteret e 4 personazheve, duke i bërë sa të veçantë aq edhe të harmonizuar. Publiku e priti shfaqjen mjaft mirë, e kjo që ka entuziazmuar regjizorin Minga. Në përgjithësi unë gjithmonë lë një rezervë për veten, me thënë drejtën, po sot jam kënaqur shumë. Ka qenë një punë relativisht e gjatë, por në njëkohësisht komode nga ana profesionale, shumë komunikative.
Dhe rezultatin e ndjeva pikërisht sot. E ndjeva sot, publiku e priti shumë mirë, do të thosha, edhe e kuptoi materialin. Materiali në fakt nuk është i vështirë, është një material mjeshtëror, në fakt në mënyrën e të shkruarit dhe i përkthyer po kaq mjeshtërisht nga një nga shqipërusit më të mirë sot të teatrit shqiptar, Artur Lena. Kemi domethënë prodhuar kjo pastaj me stafin, me Astrid Hasanin, që sot kanë nxjerrë një rol briljant. Artani ka sprovuar veten në mënyrën më të mirë të mundshme. Alba Shtëmbari në rolin e Arma Shtëmbari, jam shumë i lumtur që domethënë shpreu totalisht veten e saj Alba. Matilda në karakter është e ditur tani tashmë në trupën tonë, që rolet e karakterit i nxjerrë jashtëzakonisht mirë. Në përgjithësi e ndjej veten të kënaqur. Gjithmonë ky impakti i premierës është një prelud, një premisë e mirë për vazhdimsinë e shfaqjeve. Djemt Vezullues është premiera më e re që vendoset në skenën e teatrit Petro Marko të Vlorës e këtë 22 dhe 23 mars të shtunën dhe të dielën në orën 19.